Nëse Arben Ahmetaj është përndjekur, le të themi kështu, nga drejtësia për çështje që nuk e lidhin drejt për drejt me Ramën. Nëse Erion Veliaj në aferën për cilën akuzohet dhe ndodhet në paraburgim është ai aktori kryesor në këto korrupsionin që bënte në bashki, si thua, dhe prap nuk e përfshin Edi Ramën. Në rastin e Ballukut, fakti që kemi të bëjmë edhe një herë me një tender publik kaq madhor, shtetëror, si thua, të një ministreje dhe njëkohësisht zëvendës kryeministreje e cila ka në dorë praktikisht frenat e shtetit, sepse si thua është ministre e ministrisë më të madhe që ka shteti shqiptar, Ministria e Infrastrukturës, energjetikës, pra të minerale, gjitha çka aty. Do të thotë që pikërisht nuk mund të hiqet Rama sikur s'di gjë në këtë rast, sepse madje edhe Balluku do ishte shumë herë më e prirur që të bashkëpunonte me drejtësinë në mënyrë që t'i ulte vetes atë barrën e fajit ose të burgut, si thua, dhe duke tërhequr me vete, si më thën, Edi Ramën. Tani, se ku do shkoj kjo çështje, se do shkoj si çështja me Olta Xhashkën, por që me çdo kusht ja mbajnë mandatin e deputetit Ballukut për të mënjanuar drejtësinë, kjo ngelet për tu parë. Megjithatë, unë them që është hera e parë ku, si thua, drejt për së drejti është një aferë që implikon Edi Ramën, jo vetëm Ballukun.